Nga media do të thënë edhe jam informuar për atë se çfarë ka dashur Këshilli i Lartë Gjyqësor, në fakt të adresoj. E duhet ta them që në fillim, shqetësimi ekziston. Mjeti është jo i përshtatshëm. Sepse është e thjesht, tu thuash mediave që mbyllin gojen. Por në fakt nuk është kjo rruga. Media duhet lënë në pozicionin e tyre të informimit të qartë, të saktë, besnik, të çfarë do lloj qëndrimit të natyrës publike. Me çështjet e drejtësisë, janë çështje të natyrës publike. Ajo se çfarë unë me thënë drejtën prisja, mbas ngjarjes fatkeqe, prisja një reagim edhe më të fortë, qoftë nga KLG-ja, qoftë nga KLP-ja, me që janë dy trupat që qeverisin, prokurorët dhe gjyqtarët, dhe ndoshta pak më tepër edhe nga vetë komuniteti i gjyqtarëve. Gjithsesi, e shoh si shenjë të mirë faktin që pas shumë vitesh u mblodhën një mbledhje të përgjithshme të gjyqtarëve. Kujtoj këtu që dikur para reformës në drejtësi, para 2016-s, kushtetuta vetë, por dhe ligjet e drejtësisë, e përshkruanin si një organ vetin konferencën e gjyqtarëve. Kishte të drejtën atëherë të zgjidhte antarët e KLG-s, një pjesë atyre e me radhë. Por, pas ndryshimeve, u hoq si institucion, jo gjë e mirë. Tashmë, u mblodhën dhe shumë mirë që komuniteti i gjyqtarëve të krijoj identitetin e vetë, pavarur nga pushteti politik, ekzekutiv dhe parlamentar. Joni, në sistemi ku jetojmë, do duhet pranojmë faktin që pushtetet janë në përballje me njëri tjetrin. Dhe realiteti sotëm është i tillë që politika, kurse politika qoftë qeveria, qoftë edhe parlamenti, nga dy krahët, sa herë që ndodhen në siklete, sulmojnë sistemin e drejtësisë. Dhe gjyqtarët e prokurorët do duhet ta pranojmë, përveç i sër mëkatesh, unë e shoh që janë jetim. Ndaj, ata vetë do duhet ta krijojnë identitetin e tyre nëpërmjet konferencës së gjyqtarëve apo mbledhjes së prokurorëve, por mbi të gjitha, dhe dal këtu tek pyetja që bëhet në fillim, që dy organet që i qeverisin, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, do duhet të jenë më të zëshëm. Nuk bëhet kjo duke i mbyllur gojën medias. Jo. Sa herë që ka një sulm edhe verbal nga zërat publik në pushtet apo në opozit, pak rëndësi ka. Vjen një efekt i pashmangshëm. Gryerja e besimit të publikut te drejtësia. Keni parasysh, personazhet e rëndësishme politike, në pushtet apo në opozit, kanë njerëz mbrapa. Një fjalë, një sharje, një anatemim i thënë nga njëri prej tyre, merret si aksion edhe nga mbështetësit e tyre që në fundit janë pjesë e publikut shqiptar. Ndaj këtu, strategjia e duhur, sipas opinionit tim, do të ishte që KLG dhe KLP do të ishin të parat për të kundërshtuar publikisht se atyre u lejohet, gjyqtarëve nuk u lejohet me ligj, atyre u lejohet që të bëjnë transparencë, por dhe të kundërshtojnë me forcë çfarë do lloj sulmi verbal që vjen nga gjyqtarët dhe prokurorët. Ndaj këtë do duhet kishin bërë, nuk e di, por mos jem absolut në këtë konstatim, por nëse nuk e kanë bërë këtë gjë, dhe kjo do të shifet, besoj që nuk janë rrugën e duhur, me thënë të drejtën. Duhet një orë më parë që të paktën në rrafshin mediatik dhe publik, që nuk kushton gjë, se kanë edhe për detyrë, me thënë të drejtën, si njëri organ edhe tjetri, për të mbrojtur besimin e publikut tek sistemi, të reagojnë, mos ka reagime të vakta. Dhe në fakt ngjarjet në këtë vend ndodhin nga hëna deri të premten. Ngrihet një përfaqësues nga mazhoranca, godet, gjyqtar prokuror, ngrihet përfaqësuesi i opozitës, sa që ka probleme në dyert e SPAK-ut, i godet me emër e me mbiemër, do duhet që aty në moment përfaqësuesit e KLG-s dhe të KLP-s të bëjnë reagimin në shërbim të publikut. Në shërbim të publikut, kështu rritet besimi ndaj sistemit dhe nuk arrin pastaj në skenat e
marrjes së armës e futjes në sallë gjyqit. Po, asnjë